Demaçi thoshte, o pavarësi, o le të vdesim. Por ishte personi kryesor me të cilin do të punoja, se mendonim që të tjerët nuk do të ishin kundër, por këto s'mund t'i parashikosh asnjëherë, kështu që këto ishin thjesht përshtypje. Procesi nuk ishte shumë zyrtar, formal në vetvete. Unë po përpiqesha të thoja që ishte person i rëndësishëm, ishte person i domosdoshëm, po s'ishte i vetmi, na duheshin të gjithë, dhe ata e kishin zgjedhur atë si person e caktuar. Pra shqiptarët e Kosovës e kishin zgjedhur atë. Persona duhet ta kuptojnë këtë. Prandaj ne punonim me atë, prandaj konsideronim udhëheqësin atje, sepse ata e kishin zgjedhur atë, në dash e quajmë udhëheqës, në dash pikën kryesore të kontaktit, po them, ishte person i rëndësishëm, ishte person i domosdoshëm. Por ama njëkohësisht kishte shumë zhvillime dhe ishte një situatë shumë e paqartë. Kështu që unë isha fokusuar në punën që mund të kryeja unë. Doja ta bëja të qartë që nuk ishte aq që thjesht situata atje, ishte shumë herë më koklavitur. Mishetiç. Në rregull. Në faqe 26619, 26622 të transkriptit dje, ju bërë disa pyetje prokurori lidhur me zotin Hashim Thaçi. Ai ishte Hashim Thaçi në hierarki mbi Adem Demaçi në UÇK. Dhe sot paradite ju treguan një dokument ku thuaj se zoti Thaçi përpiqet të mos i atribuoj asnjë lloj autoriteti politik zotit Demaçi. Ju kujtohet kjo përgjigje? Po. Pyetje, në një moment ju sot thatë në faqen 26621 rresht 8 deri në 11, ju thatë. Do ta lexoj. Ju thatë. Prandaj Madeleine Albright e thirrri Adem Demaçin pas Rambujës, sepse ne mendonim se Adem Demaçi kishte influencë ndaj Hashim Thaçit, jo Ana Sjelltas. Ju kujtohet kjo? Përgjigje po. Në rregull. Tani do të shohim një dokument tjetër në ekran. Dhe dokumenti ka lidhje me thirrjen telefonike mes Madeleine Albright dhe zotit Thaçi. Mr. Rubin, this... Zoti Rubin, kjo është një intervistë që ka dhënë sekretarja Albright në 2006, në kuadër të përpjekjeve për të mbledhur historitë me gojë të personave që kanë marrë pjesë në presidencën e Bill Clinton. E shihni këtë? Përgjigje po. Kalojmë në faqen tjetër. Ajo ka treguar diçka këtu lidhur me Rambujën dhe diskutimet e saj me Adem Demaçin, bisedat e saj me Adem Demaçin. Shkojmë në paragrafin në fund të faqes, ku thuhet ka qenë një djalë i ri nga Kosova. Po u lexoj. Në 2006, kjo është ajo që ka thënë sekretari Albright. Ishte një djalë i ri kosovar, Hashim Thaçi, që ishte luftëtar i UÇK-s. Ne i tham, ti do të jesh Gary Adams i këtij operacioni. Ti do të tregosh që ka edhe një pjesë që kërkon paqen në UÇK dhe ju do të jeni heroj. Ai tha, do të bëj çfarë të dëshironi. E kuptoj këtë, kur takohem me anëtarët e tjerë të grupit të kontaktit, unë do t'ju them që ne duam që vrasjet të marrin fund, dhe se ne duam autonomi, po nuk duam pavarësi. E diskutuam të gjithë këtë. Po njëkohësisht se një person që quhej Demaçi, i cili vërtet kontrollonte gjërat në Kosovë. Kur bisedova me të në telefon dhe i thash të mbështesë Thaçin, ai tha, nuk më intereson sa njerëz vdesin. Ka qenë biseda më e egër që kam dëgjuar ndonjëherë. Zoti Rubin, sekretarja Albright, në bisedën e saj me Adem Demaçin, pra kjo që tregon sekretarja Albright, a përputhet me këtë çka tha dhe ju lidhur me këtë thirrje telefonike? Përgjigje, kam qenë e pranishme kur sekretarja Albright thirrin telefon zotin Demaçi. Kam qenë aty, më kujtohet shumë mirë që na u duk se ishte një person që kishte autoritet, jo autoritet fizik apo vertikal, po ideologjik. Dhe se Hashim Thaçi mendonte se kishte nevojë për një person si Adem Demaçi që ta ndihmonte, që ta shtynin pak çështjen e pavarësisë. Prandaj ka thënë autonomi
jo pavarësi. Ai nuk ka thënë ne s'duam pavarësi, por jo tani, jo në këto momente. Dhe ai donte të tregonte që çështjen e pavarësisë mund ta diskutojmë pak më vonë. Demaçi thoshte, o pavarësi, o le të vdesim. Dhe sipas meje, ky ishte një shenjë që Zoti Thaçi kishte nevojë që Zoti Demaçi të thoshte që mund ta shtym pak më vonë ta diskutojmë çështjen e pavarësisë. Prandaj Thaçi, Demaçi ishte e prori i tij nga pikpamja e vendimarrjes në këtë grup. Jo se ishte përgjegjës. Ai kishte nevojë për mbështetje ideologjike nga themeluesi apo personi kryesor ideologjik, në vend që të thoshte le të punojmë me NATO, kemi një marrëveshje për paqe, Demaçi i tha zonjës Albright, o pavarësi ose le të vdesin të gjithë. Kjo na u duk egër. Prandaj ka përdorur dhe fjalët i jetur për gjak. Pyetje, a e dini ju asë kohe, keni pasur djeni lidhur me ndonjë informacion nëse Zoti Demaçi gjatë asaj thirrje telefonike? Demaçi ka qenë pjesëmarrës nga personat që kërkonte të ndryshonte udhëheqjen e UÇK-s në terren? Përgjigje po. Me sa kemi ne djeni, kjo është një organizatë e re, një subjekt i ri në arenë. E kuptonim që kishte mosmarrëveshje për pushtetin njëkohësisht, ndonse Zoti Thaçi ishte përfaqësuesi, ai thjesht pasqyronte realitetin në terren. Dhe këtu reflekton dhe pikpamjet e Zotit Demaçi, dhe për të nënshkruar marrëveshjen më pas në Paris, ai më tha se duhej që të merrte miratim. Nuk ma tha asnjëherë konkretisht prej kujt e mori këtë miratim, po ishte absolutisht e qartë që ai nuk mund të merrte vendime në emër të UÇK-s, por ai thjesht mund të kontaktonte me udhëheqësit dhe të besoj që një prej këtyre udhëheqësve ishte Demaçi, i cili po përpiqej të ndryshonte kushtet e Rambujës dhe të mos na lejonte ne të kishim një marrëveshje të paqes, ose të paktën nuk donte që shqiptarët e Kosovës ta nënshkruanin këtë marrëveshje. Më falni që po e zgjas kaq shumë dhe është ndërlikuar. Ne kuptonim që kishte një luftë pushtetesh, dhe ne po përpiqeshim që të merrnim një pont ndaj kësaj marrëveshje.